do leo të ndërshëm madhëri Allahut Azza wa Jall si që e pohoj dhe një artiste italiane cila pranoj islamin dhe bani një shkrim d'ju drejtu me këtë fjalë, shkurtimisht do leo të ndërshëm tha se isha e vetëdijshëm deri sot, sepse Allahu Azza wa Jall ka kriju xhenemin derisa u shfaqen dosjet e fundit të leo të ndërshëm e të cilat e i treguan njerion se sa ka mundësi të jetë njeriu i përbuzëm, para të thot se e kuptova se Allahu Azza wa Jall që thanë Kurani Kerim wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Mos mendoni se Allahu anë gaflet i pakujdesshëm nga jashtëja asaj që e bojnë në errësirë kriminalet. Mirë po Allahu Azza wa Jall dëshiron që dosja e tyre të stërmbushen, që të përbuzen si për faqen e tokës, që njerëzit mos lakmojnë që të jenë në pozitat e tyre, që mos lakmojnë në sistemat e tyre, që në mos lakmojnë leo të ndërshëm në menqurin e shitor të maskuar të tyre. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall i vonon li yawmin tashkhasu fihi al-absar, kur ditën leo të ndërshëm kanë mushtang sytë e tyre, ka do shtang sytë e tyre prej kësaj dunjaje dhe në ahiret, ku Allahu Azza wa Jall shpalos ashpërsinë dhe ndëshkimin e tij. Pra leo të ndërshëm ne i nga të fillojmë dhe ka të mbarojmë, leo të ndërshëm kjo gru e cila quhet Jimmy Brown tregon dhe thot se unë e kam kuptu madhërin e islamit, ko islami nuk e përbuz qenjen njerëzore, por Allahu Azza wa Jall e barazon një kriminal, një njeri që e shfaroz mbar botën, e barazon dhe me një njeri që e gjeder gjakun e një njeriut me të padrejt. Para me ndonë e vleo të ndërshëm nga sa bota elita e përparuar, është e quat e civilizuar sot në sofra dhe trijezët e tyre, kanë pjek fëmi të mitur njerëz dhe kanë ngronë mishin e njerëzve vleo të ndërshëm në trijezët në ishujt e tyre, që s'ka mundësi që ta imagjinon njeriu se si ka mundësi njeriu të hanë mishin e vllavit vetë, kurse Kurani Kerimi na tregon se ngronia e mishit të vllaut të tij të vdekur aq vetëm me ja përgoju, me ja cenu nderin. Kjo afef madhështore që Allahu Azza wa Jall na tregon se pa ta njeriu abohet qenie shtazore. S'ka mundësi që të jeton njeri krenar i ndershëm pa fen e Allahut Azza wa Jall. Pra njeriu pa fen e Allahut qëndrohet në shtas. Ashtu për këtë arsye kjo janë vetëm disa dosje që janë shpalos. Ajo të atë të cilën batrondit se që nuk e dim është edhe vleo të ndërshëm shumë ma e frikshme. Si ka mundësi të imagjinosh vleo të ndërshëm grabitet fëmijët në mbar botën, sjellën në këtë ishull të shëmtuar si që thonë të kjo, vërtet ki njeriu vdiq mirë po ngeli ishulli, që të jetë njolla e zez e historisë shekullit të kaluar dhe shekullit bashkohor, që t'i gallzon mbar botës se kush na ka udhëhej gjatë këtij shekulli. Ka nga ngel njolla e historisë së zez. Pra leo të ndërshëm për ata Allahu thot wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. S'keni qka u brengosni, s'keni qka u demoralizoni, s'keni qka u dëshpëroni, nga se ju jeni më të lartë për deri sa jeni besimtar. A je besimtar, je ma i larti. A je musliman, je ma i larti për çka se jeton me fen Allahut Azza wa Jall.